Edicioni 2026 i çmimit kombëtar në letërsi Azef Pllumi, që akordohet prej vitesh nga Bashkia e Lezhës, ka sjellë në vëmendje krijimtarinë të fundit letrare nga autorët e treja shqifolse. Ky çmim synon të promovojë të vlerësoj autorët në zhanre ndryshme të letërsisë dhe të nxjisë krijimtarinë letrare. Juria shpalli fitues shkrimtarin Zia Çela me veprën Koka mbi katror. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Pierin Dreu theksoi rëndësinë e vazhdimësisë këtij konkursi si një nxitje për krijuesit dhe si një mënyrë për të mbatur gjatë trashëgimin letrare që lidhet me emrin Azef Pllumit. Është nder dhe privilegj për mua që në rolin e kryetarit të bashkisë të jem prezent në një nga eventet më serioze kulturore artistike që Bashkia e Lezhës prodhon. Por i vërtetës këto etiketimet ose medalet që na jepen pa kriter nuk takojnë mua, po i takojnë prezove të Rudolf Markut, Franokullit dhe një grupi të jashtëzakonshëm botuesish dhe shkrimtarësh nga Lezhë, të cilët masonën në vëmendje një konkursi i cili kishte filluar, po kishte ngel për arsye që nuk dihet, dhe ne si bashki, bashkë me gjithë sharmin intelektual letrar të Lezhës e bëm të mundur, dhe ishin ata iniciatorët e kësaj. Sot jam jashtëzakonisht i gëzuar dhe ndjehem krenar se ky konkurs po rritet gjithmonë në më shumë. E kam theksuar dhe do vazhdoj ta theksoj se po bëhet një punë e jashtëzakonshme, një punë shumë e mirë. Është një konkurs mbar kombëtar ku merr dhe sjell këtu në emrin e një ndër qendrështarëve më të mëdhenj, një ndër shkrimtarëve rrëfyes e një njeri i cili ka lënë shenja të pashtyeshme në jetën publike shqiptare dhe për shkak të vujtjeve, për shkak të asaj që ka treguar e të mënyrës se si e ka transmetuar në publik Azef Pllumi. Vetë autori fitues Zia Çela cilësoi këtë çmim si një moment me peshë në rrugëtimin e tij letrar. Patër gjithmonë një dashuri të madhe për artë, për libër. Më ka kaluar një moment e familjeve të mi, ose gjeri. Për t'ju thënë me shumë njëri për zemrën tuaj, dhe ju falenderoj shumë. Në këtë edicion të çmimeve, Azef Pllumi në letërsi konkuruan 38 autor nga hapësira mbar shqiptare, një tregues i rritjes së interesit dhe rëndësisë që po merr ky çmim në kalendarin kulturor.